Mirë dita mite, mirë YouTube-it. Si ditë e djegë që është sot, unë vendosa të bëja një kek ose një revani. Me gjitha e kisha kohë që nuk e kisha bërë. Dhe e bëra sot. Ka dalë një revani shumë e mirë. I kam edhe dhe shërbet. Po të doni mund të alini dhe pa shërbet. Dhe se çfarë përbërje ka brenda kjo revania, unë do të shkruaj në kanalin e YouTube-it Luiza Dori. Atje më ndiqni sepse atje do t'i keni të gjitha masat se çfarë duhet për të bërë të revanin. Dhe kjo revania me ato për masa që do t'u jap unë, ka këtë tepsim. Tani se sa është kjo sa e gjerë dhe e gjatë, unë nuk e mbaj mend të them të drejtën, por me këtë tepsi e ka bërë. Edhe ka dalë shumë e mirë. Megjithatë po sherbeti për shkak që ja kam bërë unë, e kam bërë sherbetin, 3 goda sheqer dhe 2 goda ujë. Pastaj kam hedhur gjysmë gode me kos, 1 gotë vaj, 1 gotë sheqer, 100 gram mërtili ose rush të thatë. Kam hedhur plurin pjekës, kam hedhur dhe vanilje. I kam rrahur me mikser dhe i kam bashkuar të gjitha bashkë. Por fillimisht, edhe 4 kokra ves. Që të dalë e mirë kjo revania, duhet që të rifen njëherë 4 të bardhat e vezës, pastaj të rifen 4 të verdhat, sheqeri, edhe pastaj hidhen të gjitha me radhë ato asortimente që u thash juve. Por që ma pëlqyer dhe ka dalë shumë e mirë. Edhe pjekja është bërë tamam pjekë are, as e zezë shumë dhe as e barë shumë, është mesatare që thënë pjekë are. Kjo ishte video për sot, mirë dëgjofshim në videot e radhës.